Qeveria kroate ka miratuar një rregullore të re që përcakton pagën minimale të vendit për vitin 2026 në 1050 euro bruto në muaj. Ky vendim përfaqëson një rritje prej 80 euro krahasuar me pagën minimale të vitit 2025. Sipas qeverisë, ky ndryshim reflekton rritjen e vazhdueshme ekonomike, zgjerimin e punësimit dhe ngritjen e qëndrueshme të pagave mesatare në Kroaci. Që nga viti 2016, kur paga minimale bruto ishte 414 euro, shuma është zgjeruar me 153%. Rritja ka qenë veçanërisht e dukshme gjatë 3 viteve të fundit, kur paga minimale është shtuar me 50% nga 700 euro në 1050 euro bruto. Ne konsiderojmë se shuma e përshtatshme për pagën minimale bruto në vitin 2026 është 1050 euro. Kjo do të thotë se nga viti 2016, kur mandatin ton të parë deri në vitin 2026, shuma bruto e pagës minimale do të ketë rritur me 153%, theksoi qeveria. Sipas zyrtarëve, tarifa e re përputhet me qëllimin më të gjerë të Kroacisë për të ngushtuar hendekun me shtetet e tjera të Evropës qendrore dhe lindore, që u antarësuan më herët në Bashkimin Evropian. Të dhënat e fundit nga zyra kroate e statistikave treguan se paga mesatare neto mujore në gusht ishte 1446 euro, duke shënuar një rritje prej 9.2% nominalisht dhe 4.9% në terma real krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Me pagën aktuale minimale prej 970 euro bruto, Kroacia qëndron në 75% të mesatarës së Bashkimit Evropian për pagat minimale, ndërsa rritja e ardhshme pritet të afrojë edhe më shumë ndaj këtij standardi. Qeveria ka theksuar se vendimi balancon nevojat e punonjësve dhe të punëdhënësve, ndërsa rritja synon përmirësimin e standardit të jetesës për ata që fitojnë më pak. Gjithashtu, do të merret masa për të mbështetur bizneset e prekura nga kostot më të larta.